Ndoni oroje. Po pahen mbi 100 ditë që në Kosovë është mbyll një televizion. Quhet televizioni Rokum. Prej vitit 1990, kur forcat policore të Miloševićit hyjnë dhe mbyllin radio televizionin e Prishtinës, mbyllja e televizionit Rokum është i vetmi rast tjetër që sot, në kohën e qeverisë Thaçi, u mbyll. Televizioni Rokum u mbyll sepse aty u ndizu fjala kritike për mënyrën qysh po qeveria Thaçi. Aty u demaskun grupe e klane që kanë abuzu me fonde dhe interesa publike. Aty u ndrisu tendera të abuzu. Aty u përmend emra e fakte. Aty u ngritën çështje e u hapën debate. Aty u ndizu për herë të parë zani i qytetarëve. Rokum u bë za i qytetarëve dhe prandaj u mbyll. Televizioni Rokum u mbyll nga personi që quhet Akan Ismaili, drejtor i kompanisë IPCO. Radio Televizioni Prishtinës e mbylli Slobodan Miloševići. Televizionin Rokum e mbylli Akan Ismaili dhe IPCO. Me mbylljen e televizionit Rokum u atakue liria e fjalës dhe liria e shprehjes në Kosovë. IPCO dhe Akan Ismaili sulmuan direkt dhe me arrogancë shtyllën dhe zanë më të shejtë të çdo demokracie, fjalën e lirë dhe lirinë e shprehjes. IPCO edhe Akan Ismaili shkelën artikullin 19 të drejtave universale të njeriut. Krejt kjo po ndodh në kohën e qeverisë Thaçi, që po hesht. Heshtja është aprovim i mbylljes. Është bashkëpjesëmarrje në akt antidemokratik, në dhunim të një drejte të shejtë të çdo demokracie, fjalën e lirë. Le ta dëshmojmë këtë përcaktim ton drejt Evrope, ku e mbrojt fjalën e lirë dhe lirinë e shprehjes, tu e përkra televizionin Rokum dhe drejtën me fol.